Përshëndetje nga Berlini, ku erdha këtë fundjavë për të çelur ekspozitën time të re, e cila u hap edhe në kuadrin e një aktiviteti vjetor kulturor që quhet Fundjava e Galerive. Një gjë mund të them për këtë që u ndjeva shumë mirë sepse dhe në mjedisin kulturor interesi për Shqipërinë është i madh. Por këto çnime po përcjell sot në këtë formë sepse duhet të nisem për në Erevan të Armenisë, ku mbahet samiti i komunitetit politik evropian, të cilin patëm nderin, siç ju kujtohet, ta mikpresin vitin e shkuar në Shqipëri. Le të fillojmë me shënimet e javës. Ishte kjo një javë ku hodhëm një tjetër hap të rëndësishëm për sigurinë dhe pavarësinë tonë energjetike. Nënshkruam një marrëveshje strategjike bashkëpunimi për zhvillimin e qendrës energjetike të Vlorës dhe furnizimin me gaz të lëngshëm natyror të Shqipërisë në partneritet ngushtë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pas investimit domethënës për plotësimin dhe transformimin e testit Vlorës, një strukturë e cila ka nevojë të plotësohet me komponent tjetër, por që ishte ndërtuar të punonte me naftë dhe do të punojë në fakt me gaz, Shqipëria do të furnizohet me gazin e lëngshëm amerikan për një periudhë 20 vjeçare dhe përmes testit Vlorës do të prodhojë energji elektrike duke krijuar një bazë të qëndrueshme për portofolin e diversifikuar të sovranitetit të saj energjetik. Bashkë me këtë burim energjie, do të rritet ndjeshëm edhe volumi i investimeve të reja, si edhe kapaciteti i Shqipërisë për të ushqyer me energji qendrat kompjuterike të dënave apo programet e inteligjencës artificiale që do të përcaktojnë dekadën e ardhshme. Vlora do të kthehet si soi në një nyje të rëndësishme, qoftë për shfrytëzimin, po qoftë edhe për eksportin e gazit përmes tapit, sepse pjesë e kësaj marrëveshje është dhe investimi për lidhjen me tubacion të Vlorës me Fierin, ku ndodhet dhe gazsjellsi Trans-Adriatik. Një tjetër moment i rëndësishëm i javës ishte hapja e një rruge tjetër në drejtim të rritjes kapaciteteve tona ushtarake dhe të ripozicionimit të Shqipërisë në rrjetin e industrisë ushtarake, ku deri para pak kohësh ishim prej dekadash krejt inekzistent. Firmosëm marrëveshjen mes kompanisë italiane Fincantieri, një nga emrat e mëdhenj të ekselencës industriale europiane, dhe kompanisë son publike Kajo për prodhimin e mjeteve detare në Shqipëri, në kantierin e Pashalimanit, qoftë në funksion të forcave të armatosura të Republikës së Shqipërisë, qoftë edhe për forcat aleate. Ky nuk është vetëm një investim i ri dhe shumë i konsiderueshëm, por është dhe një front i ri punësimi me rreth 400 vende të reja pune të mirë paguara në fazën e parë, një perspektivë konkrete për të rinjtë të rejat, duke filluar nga nxënësit dhe nxënëset e shkollës profesionale industriale të Vlorës, të cilët do të ftohen të bëhen pjesë e programeve të trajnimit për të punësuar në kompaninë e përbashkët që lind nga kjo marrëveshje, Fincantieri Albania. Këtë javë, Tirana do të kthehet në një pikë referimi për një nga temat më thelbësore për të ardhmen e vendit, që është sundimi i ligjit. Më 6-7 maj do të presim aktivitetin që pararend Kongresin Botëror të Ligjit, i cili do të mbahet vitin e ardhshëm në bashkëpunim me shoqatën botërore të juristëve. Kongresi Botëror i Ligjit është një platformë e një niveli të lartë nën patronazhin e mbretit Felipe të Spanjës, që mbledh lider politik, jurist dhe
ekspert ndërkombëtar të fushës së drejtësisë. Por për te i rëndësisë së vetë këtij eventi, përzgjedhja e Shqipërisë si vend pritës për këtë platformë lidhet drejt për drejt me një vlerësim të lartë të reformës në drejtësi dhe me fazën ku ndodhet sot ky transformim i afirmuar. Reforma në drejtësi nuk ka qenë një proces i lehtë. Ajo ka kërkuar vullnet politik të ekun, vendimarrje të vështira dhe gatishmëri të jashtëzakonshme për ndryshime të thella. Ky proces është bërë i mundur dhe sot e gjithë ditën garantohet nga shumica parlamentare e Partisë Socialiste. Prandaj fakti që Shqipëria bëhet mikpritëse e një platforme të tillë globale për sundimin e ligjit është një motiv krenarie për të gjithë, por posaçërisht për ne, qeverinë e kësaj shumice.